Banorët e fshatit Memëlisht në Pogradec ngren shqetësimin për mungesën e ujit të pijshëm, duke pohuar se furnizohen vetëm për pak orë gjatë ditës. Sipas tyre, situata është përkeqësuar pas ndërhyrjeve në rrjetin e ujësjellësit, ndërsa furnizimi 24 orë i premtuar më herët ende nuk është bërë realitet. Po ujë me orar 2 orë në ditë kemi. Po unë kam një depozitë, po ujë jo i pishëm, po me ta rregullojmë. Në 6 jeni në mutësi, dhe në 8-9. Mbledhë përsi, për kohët e presë mbledhë vi. 1 orë në mëngjes, 1 orë në darkë. Na thanë do keni ujë 24 orë. Burime ka shumë, por nuk e qonë në depo. Jo do bëjmë depo të madhe, jo do bëjmë te, asgjë s'bëm. Banorët shprehen se janë të detyruar të grumbullojnë ujin e enë ose ta blejnë atë për të përballuar nevojat e përditshme. Ata ngrenë gjithashtu shqetësime edhe për cilësinë e punimeve të kryera në rrjetin e ujësjellësit. S'është mjaftueshëm orar. Se uji duhet 24 orë. Do banja, do lavatriçja, do. Sikur ka qenë rrjeti i parë, rrjeti që uji i ri. Vetëm për dimër kemi. Vetëm dimrit pastaj ka. Institucionet janë në dieni, po asnjë nuk e ve ujë në zjarr. Të mendoj për popullin që s'ka ujë të pijë, e jo me për gjëra të tjera. Rrugët siç i shikoni i bën katastrofë, ishin të shtruara, u çan tubacionet, doli uji i papishëm. A mbushim kova me ujë, çfarë të bëjmë? Bidona, mbushim kur ka ujë në mëngjes. Po për të pirë? Për të pirë atë përdorim. Përdoret ajo ashtu. Si? Tash të vjen vetë një rrugë zgjidhje. Pa ujë nuk rrihet. Nga ana tjetër, drejtori i ujësjellësit pranon se Memëlishti përballet me vështirësi në furnizimin me ujë, por thekson se fshati furnizohet mesatarisht rreth 8 orë në ditë. Sipas tij, ulja e prurjeve në burim dhe përdorimi i ujit të pijshëm për vaditje kanë ndikuar në krijimin e situatës. Drejtoria e ujësjellësit bën të ditur se brenda 3 javësh pritet të përfundojë shpimi i 2 burimeve të reja, investim që synon të përmirësojë furnizimin me ujë të pijshëm për banorët e Memëlishtit.